Lajmi përmes radios. E kemi kuptuar që jenë ra dëshmor. Unë jam krenar që babi im është sot dëshmor për lirinë e Kosovës. Pas tyne edhe janë formuar institucionet, jemi edhe si shtet i çliruar. Unë jam në moshën 4 vjeçare. Normal, vit pas viti jem shku të marrëvesh të kuptu që babi është rreshtuar në radhët e Shqipërisë të Kosovës. Ka jetën për lirinë që na brezat, brez pas brezit jetojmë lirë në Kosovën tonë. Po në fakti që kam qenë i ri, e kom kuptu vit pas viti, sa më shumë që jam rrit, e kom kuptu. Kur jam qenë shumë i vogël, babi ka qenë Zvicër, edhe në pjesën e parë na kanë thonë që babi është Zvicër, babi është Zvicër. Por dikur kur u rrita, e kuptova që babi nuk është në Zvicër. Faleminderit për gjithë familjarëve, shoqënisë, tinaj, që e kujtojmë me mall edhe me krenari të njëjtën. Më kanë folë vetëm fjalë të mira, unë jam krenar që babi im është sot dëshmor për lirinë e Kosovës. Lavdi gjithë dëshmorëve të Kosovës, anë e banë këtë dëshjen treva shqiptare. Unë e marrë moshën 5 vjeçare 6 të tutjes, se jam qenë shumë i vogël. I maj man do pjesë vogla me babin, para lufte, kurar për Zvicre, po ato e mbaj shumë e krenari. Nuk kom ditë me përjetu atë ndjenjen e mërzis, sepse jam qenë në moshë të re, por se cilën herë e mbaj me krenari këtë ndjenjë me respekt për gjithë dëshmorët, në veçanti për babin tim. Shokët e tinaj më tregojnë raste, farë njeri ka qenë, farë shoku ka qenë, farë familjari ka qenë. Unë e mbaj me krenari, emrin e tij kudo që të përmendet. Faleminderit për shoqënisë, për rrethit që më respektojnë, mua dhe gjithë familjen tonë. Babi ka qenë bashkë me babin e vet, me Ismetin dhe me vllaun e tij Bajramin dhe me plot fshatar të fshatit Dranec. Edhe jemi shumë të afërt në atë pjesë, edhe pjesë shumë e ndihshme kur më tregojnë ndonjëherë kur bjen fjala diçka, normal se do ta mbajmë me krenari gjithë jetën. Po vendi është shumë afër, edhe jemi të këtij vendi sa që del pranvera na mallëngjehem edhe kujtojmë me krenari gjithë jetën. Po unë jam ndaj Mazrejkaj, fshati Dranec, jam djalë dëshmorit Recep Mazrejkaj, dëshmori që është rrah para 27 viteve së bashku me luftëtarët e tij, Selman dhe Ahmet Baçaj. Ne ndihem krenar që pas 27 vite ka gjithë si banor që respektojnë vlerat e luftës, kontributin e tyre, gjakun e tyre, po ashtu edhe ne si familjar jemi mëzitur, po mbi gjitha jemi krenar që sot na respektojnë gjitha familjar për rënien e tyre, që bazë tyre dhe janë formuar institucionet, jemi edhe si shtet i çliruar. Unë kam qenë moshë 3, kam qenë rreth moshës 12 vjeçare, dhe kur prindi ka qenë moshën e ri, 39 vjeçare, ku po e kujtoj si sot kur së bashku me shokët e tij që janë ra, që kanë shkuar në Shqipëri, që të marrin armatim, domethënë prindi im Rexhepi së bashku me Ahmetin, Selmonin, që kanë shkuar në Shqipëri, që janë armatos, që kanë filluar grupet e para të fshatit Dranec, mobilizimit, bashkëpunim edhe me Vllazhan, edhe deri me Ramjan, që ka qenë si pikë strategjike këtu të ura Bajram-Hasanëve, që kam dëgjuar për shokëve, se unë s'kam qenë këtu, që kanë rasi dëshmor të tret afër, domethënë ku ka qenë rrugë bllokune magjistrale, ku ka qenë shumë forca të mëdha ushtarake e policore. Jemi interesuar duke pe shokëve të tij që kanë mbijetuar, po fillimet e para, ilegalet e para që ka qenë që UOD të një fshatin, domethënë që janë organizuar edhe aty, janë mbledh si fëmijë marrin mend ardhja e shokëve të tij. Jam shoqëni me bashkëtar që kanë qenë me ta, ka marrë shumë mendime tyne ku kanë qenë betejë ndryshme, si ku Vllazhan, ka qenë fshatin e Lloçan, Slup, Dranec, po edhe në Carabrek. Unë jam Besnik Dukaj, djali Selman Duks, ndihem shumë krenar. Falenderoj gjithë për pjesëmarrje, kam marrë vesh, domethënë kur i kam pas 10 vjet, punë gjatë luftës këtu, edhe njerëzniq të daj, më shkollajt. Po e kom ditë që prej aty kur ja ka nisë me shku me marrë armatim në Shqipni, e kom kuptu më ishin, domethënë, fjalë, gjanat, edhe
pa ta kuptu. Ne jemi konë njerëzniq, të ndajt, të dajt, edhe erlojmi përmes radios. E kemi kuptu që jenë ra dëshmor të ura Bramasanve, tret, Recep Mazrekaj, Selmon Dukaj, Ahmet Bashaj. Aty e kemi kuptu. Nina të regu drejtin shumë krenar, është edhe dhimbje, po krenaria e mbunë.